Si mendoni, kush do ta ketë radhën pas Belinda Ballukut, duke qenë se Edi Rama duket që është i paprekshëm, por kush mund të jetë ai eksponent, qoftë në radhë të Partisë Socialiste apo të qeverisë, që mund goditet nga SPAK-u për gjatë këtij viti, duke qenë se rasti i Taulant Ballës për shembull është përmendur shpesh nga opozita, duke i thënë se do të jetë ai pas Ballukut, nisur edhe nga përgjimet që janë kryer nga SPAK-u dhe ku emri i tij ka rezultuar në disa dosje që SPAK ka pasur dhe ka nën hetim. Me vajtin e zotit Taulant Balla në GKK dhe deklarata e tij jashtë SPAK-ut, duke u krenuar për drejtësinë e reformuar, për drejtësinë që pret populli shqiptar, mendoj se zoti Balla deri në 2027 në dhjetor, nuk do t'i ketë të lashet e mirë me Partinë Socialiste, sepse zoti Rama do përpiqet të largojë dhe zotin Balla nga Partia Socialiste me çdo kusht. Të gjithë të vjetrin. Se po ju ndërpres, madje qëndrimin e tij ose lavdrimin e tij për punën e SPAK-ut, shumica kanë krahasuar me atë lavdrim që bënte Rion Velia. Po, të cilët janë koleg prokurorët e SPAK-ut, dhe ndërkohë përfundoi në të njëjtin vend. Ky ishte gjyqtar dhe dilte me vendimarrje. Ky edhe thosh sa burr kemi ecur duke shpartadhuar, duke fut në burg njerëz djavës majtas. Edhe një herë krenaria e tepruar e zotit Balla në krahasim me GKK-n dhe SPAK-un është treguesi i qartë që zoti Balla ka vajtur aty sepse ka qenë në pozita të vështira, sepse zoti Rama do thirret për shkak të kallëzimit që ka bërë zoti Balla. Unë mendoj se politikisht zoti Balla do të qëndrojë në Partinë Socialiste në maksimumin deri në dhjetor të 2027, por mendoj në një moment të caktuar, sipas porosisë gjithmonë të manualit të partisë, zoti Balla për mendimin tim, mos them edhe më përpara, po gjithsesi në maksimumin deri në dhjetor të 2027-s nuk do t'i ketë mirë rrugët me drejtësinë e krenuar nga ana e tij, që është një drejtësi e përkryer, reale, vërtet, që është një e pavarur, e paanshme, mashtrimet që thot populli shqiptar nga mes deri në darkë. Por mendoj se kjo ka qenë strategjia e mirëmenduar, jo vetëm të mbrojtjes së zotit Berisha, por ka qenë edhe një porosi, mendoj unë, edhe nga vetë njerëz të zotit Rama që kanë një vije linje komunikimi me zotin Berisha nëpërmjet mbrojtjes së tij. Mendoj se thirrja e zotit Balla dhe zotit Rama në GKK nuk kupton që zoti Rama ka dashur patjetër që zoti Balla të shkojë atje dhe të krenohet si Rion Veliaj, sepse mos harroni faktin se edhe Rion Veliaj u krenua dhe tha për kolegët e tij që ishte i magnitur nga gjithë ato kolegë të mirë, të dashur, të jashtëzakonshëm, nuk kam fjalë të tjera të shtoj duke mashtruar opinionin publik. Por e vërteta çfarë na doli me zotin Veliaj, që ai pasi tha që janë kolegë të mirë, të papam, të pavajgjinueshëm, ç'a bëri ai? A bëri kërkesë që të shpallet e pavlefshme emrimi i zotit Dado në SPAK? Pra si ka mundësi kur ti, pra shiko tani, se këtu janë edhe këta duan të na lujnë edhe mend, çfarë kupton, është edhe të mendshme kjo gjë. Ti për shembull je politikan i një partie të caktuar, që është Partia Socialiste, i e krenuar duke mashtruar popullin shqiptar që kjo drejtësi do funksionojë e pavarur. Ky është një mashtrim publik. Mirë. Nuk funksionon drejtësia e pavarur nga qeverisja, kur nuk është. Ajo mund të jetë e pavarur në vendimarrje të brendshme, po kurse si e pavarur në aspektin e vjushmërisë së hetimeve dhe procedimeve, sepse ajo ka thjesht pastaj një praktik tjetër se do analizë juridike dhe kuptim plot të frymëzimit. Por ne shkojmë këtu dhe themi, orti zotri, pse na mashtrove ti dhe na the kolegë të mirë ata, kur ti e dike që zoti Dado që ka njëri që është emëruar në mënyrë të padrejtë në sistemin e drejtësisë së Partisë Socialiste. Kjo, o do të thotë që ti e paske vendosur qëllimisht në vetting dhe ke kaluar qëllimisht në vetting, që nesër kur të ndodhi një problem thuash, cila është kjo drejtësi? E kupton? Sepse kjo nuk ka fare asnjë pesh kuptimi. Pse? Sepse është sikur flet Sali Berisha dhe Edi Rama dhe thënë, më vodhe zgjedhjet ose hap kutit. Por ti edhe ti pra Rama dhe Berisha bën reformë zgjedhore. Nuk e bën as Gylseni, as Bardhi. Mirë, tani,
ju të dy i bërët reformën zgjedhore. Shajni nga mjes deri në darkë me njëri tjetrin. Ky tjetri kryebashkiak merr titullin e ministrit të drejtësisë, a kupton? Kolegët e mikët me këta, është të ndershëm, të mirë, të përvolu fare, këta janë shejtor, ne të tjerët jemi djalli. Dhe ti thua jam krenar për këtë gjë. Ti si mund të thua që je krenar për këtë gjë, kur ti në realitet nuk po përfaqëson drejtësinë, sepse ti nuk je pjesë e drejtësisë, po për shkak se këta kanë krijuar bashkëpunimin në këtyre në tavolina të errta dhe me gjëra të tjera në mes, e din vetë ata mos ke merak, thjesht ne supozojmë. Kanë krijuar sigurinë e tyre dhe kur vjen momenti që ata me gabimet e tyre të ignorancës, të pamaturisë, sepse ata arrin në një studim shumë të zhgënjur. Pra, bëjnë veprime sepse besojnë se pushteti është i tyre në mënyrë absolute i përjetshëm. Dhe pikrisht e këto gabime që këta bëjnë, sot ne i shikojmë që Velia nga koleg thot armik. Pra, e shikoni situatën. Rastin Veliaj mos e shkëput nga rasti Balla, pse se ai doli dhe bëri një deklaratë shumë të fortë, i krenuar për drejtësinë. Pra, Balla duhet kuptoj tani që në çdo moment do t'i vije diçka pas. Pse do t'i vije diçka pas? Sepse Berisha, edhe ma dëgjoj me kujdes këtë që po të them. Berisha procedimin penal e ka nga Balla. Berisha ka konflikt me Ballën këtu e shumë vite. Balla ka bërë një deklaratë shumë të keqe, po nuk e përfundova në burg Berishën. Po Berisha e ma peng Ballën. E di pse e ma peng, do t'ja puni ty një lajm. Berisha në ndryshime kushtetuese, në ndryshime zgjedhore, në ndryshime territoriale, dhe pse jo dhe ndonjë kërkesë europiane për nevojimin e 94 vota në parlament, po nga PD-ja, kërkon kokën e Taulant Ballës përpara drejtësisë shqiptare. Vjera e marrëveshjes. Prandaj deklarata që bëri Balla është një gabim fatal, sepse Rama mund të ketë konflikt me Sali Berishën, po është politik. Le të ketë për shembull shumë mos marrëveshje me Sali Berishën, por kur të vi momenti i dakordësisë politike midis Edi Ramës dhe Sali Berishës për të shpëtuar njëri tjetrin, atë që shpëtojnë gjithmonë vazhdimisht, që bëjnë viktimë autorën të njëjtës. Patjetër, sepse Edi Rama e ka treguar që i shet bashkëpunëtorët. Sali Berisha në momentin e fundit do kërkoj kokën e Taulant Ballës dhe Rama nuk do të negocioj, do thot po, ta japun që tani po. Pse? Sepse vajtja e Taulant Ballës, mënyra e krenarisë dhe deklarimit të tij ishte pothuajse i njëjtë me Terion Velis, po akoma më i lartë sepse ai tregoi sikur un kam kapur pushtetin dhe falmej është në këtë situatë Sali Berisha. Por Sali Berisha në këtë situatë që është komod, është kryetari më i madh i partisë opozitare. U fut arrest në shtëpi dhe jo në burg, procedimin penal e bën në gjendje të lirë, ai gjykim mund të mbarojë mbas 100 vitesh, ajde duke bërë sigurisht që ai deli pafajshëm, se unë ta kam deklaruar dhe deli pafajshëm sa as bëhet fjalë që të ketë fakt penal, dhe ai që do të jetë i humbur dhe Sali Berisha do ta presi ta sfidoj, kush është? Taulant Balla. Sepse kjo nuk është një betejë midis vlerave, parimeve dhe po them drejtësia e munguar. Kjo është një betejë personale. Imagjino, pyet kallëzuesin që ka firmosur një kallëzim dhe nuk di për mbajtjen e kallëzimit, më fal, kush ta solli recetën dhe e çove? Pyet kallëzuesin, zotri, ku i lexove këto gjëra apo ku i mendove? Kam lexuar gjëra që janë kallëzuar në 2020-ën apo 19-ën dhe ato janë publikuar në një televizion në 2021-shin. Ore vlla tani, o këto tani ti ka bërë ai
o gjeve tani çfarë ke bërë me kallëzimin, se kallëzimi nuk është, sepse duhet kemi parasysh diçka, kur bën një kallëzim dhe pyetesh nesër nga autoritetet, duhet të kesh parasysh çfarë ke kallëzuar, se sigurisht që ti je në brendësi të muhabetit që çfarë ke kallëzuar, jo merr mua informacion. Po pse çaj je ti? Mirë që si avokat, po ti edhe sikur të isha avokat, ne çfarë i kërkojmë klientit? Them, na sillni fakte të tjera të cilët ne na përbën që janë vepra penale, se ne mund të shpikim vetën e themi, tani aty ekziston një vepër penale. Prandaj them, Zoti Balla do të jetë personi më i rrezikuar deri në dhjetor të 2027-s, sepse që tani ka filluar ajo goditja. Edhe njëherë po ju them edhe ju a kam thënë përsëri tek ju. E mbani mend rastin se si filloi rasti Veliaj, rasti Tahiri, një lajm sot, një lajm nesër, u tërhoqën gjitha lajmet, jo pastaj vazhdon prapë, jo u tërhoqën prapë, kështu. Rasti Ahmetaj, lajme sot u tërhoqën prapë. Rasti Balluku, gjithë lajmet pastaj u tërhoqën, pastaj s'kishin çfarë të bënin, nuk kanë si ta ambulonin dhe Po, njëjta strategji është. Njëta strategji. E mba me në rastin e Taulant Ballës, nxjerr lajme, mblidhin brapsht, vazhdon ose konflikt në parlament, shfaqet një akuzë e rëndë nga Gazmend Bardhi. Pra, nga gjithë kjo situata ju që shikoni është që personat të cilët janë të përfshirë me zotin Rama, dhe zoti Rama i ka përdorur, do shkojnë edhe të përballet të drejtësia e tyre, sepse është drejtësia e tyre, edhe njëherë po ju a them, nuk është një drejtësi e paanshme të pavarur, sepse në rast se do të ishte, sot ti nuk do të kishe procedime penale të cilët janë qesharake, por ke individ të cilët bashkëpunojnë të bëjnë pjesë të një loje, në gjatë kohës dhe gjatë rrugës, heqin dorë nga marrëveshja për shkak se kanë prishur pazaret personale. Ju mos mendoni sepse vajtja e zotit Brau në Amerikë do të sjellë risi. Jore, vajtja e Braus në Amerikë do të sjellë këtu porosin që Rama ka, që dali Rama nga çdo hall dhe siklet që ka brenda Partisë Socialiste dhe brenda drejtësisë së tij.